ka familje ku nuk lejohet as debat, nuk lejohet as revansh, nuk lejohet as komunikim. Është urdhër i prerë i burrit që gruaja duhet mi kry punë të shtëpisë. Edhe historikisht punët e grave në shtëpi, po flas për gratë që janë në shtëpi, gjithmonë janë në nënçmuar. Dëgjoj, nuk them që s'ka familje. Sepse ajo është gjithë ditën në shtëpi. Çka po bën ajo te shtëpia? Po s'flasim për ditët e sotme, që janë jetët sociale edhe kalojnë kohë edhe aty. Por po flasim për një kohë pak ma të shkume, sepse ajo o trashigu edhe sot. Jo, unë mendoj që unë diskutova për sot, jo për të kalume, sepse të kalume në thash. Gruaja është në nënçmu puna e saj. Gruaja është një mjeke, është një mësuese, një edukatore, një menaxhere, ka profesione të shumta brenda një gruas. Sepse ajo të gjitha punët e shtëpisë i kryn, o paradite o mbasdite. Por ka burra të cilë e kërkojnë me orar. Dhe tani kjo në aspektin psikologjik është shumë e rënduar. Gjendje te i rënduar. Për shkak se puna fizike, dhe i tash u folë për punën fizike. Dhe puna fizike nuk është as lodhse, sa është ajo mendore.